Përshëndetje, një pyetje që na vjen nga rubrika Telegrami ligjor për kontratat e sipërmarrjes është: një pronar trualli, i cili është në kushte dakordësimi me një sipërmarrës apo zhvillues, kërkon të di nëse ai ka të drejtën për të përcaktuar pjesët e tij takuese. Përgjigjja juridike për këtë pyetje është: për sa i takon Kodit Civil, ai përcakton parimet e përgjithshme, qoftë kontratave të sipërmarrjes apo të porosisë, dhe kushtet e veçanta. Ti si pronar trualli ke mundësinë që me vullnetin tënd juridik dhe të zhvilluesit që ti do të kontraktosh, ti përcaktosh në mënyrë eksplicite në dispozitat e kontratës së sipërmarrjes. Çka do të thotë që çdo pronar trualli mundet të dakordësojë në mënyrë të prerë të gjitha pjesët takuese, planimetrit përkatëse të këtyre pjesëve takuese pasi lëshohet akti i lejes së ndërtimit që merr sipërmarrësi në këtë rast, dhe ti përcaktojë ato ku do të pozicionohen në ndërtesën apo në godinën që do të ndërtohet mbi këtë truall. Për çdo paqartësi juridike, dilem apo pyetje që ju mund të keni nga realiteti juaj i përditshëm juridik, ju lutem na kontaktoni në të gjitha rrjetet tona sociale dhe ne bashkë me ekipin ton do të kujdesemi që të merrni përgjigje dhe zgjidhje sa më të sakta ligjore.